Bashkë përsëri, se sot do të flasim për një ndër dy mrekullit që do të vijojnë, edhe njëra prej tyre është fuqia e Krishtit mbi forcat e natyrës. Javën që vjen, ose herën tjetër, le ta them se nuk e din nëse do jetë javën që vjen apo jo, por do të shohim një mrekulli tjetër, kur Jezusi shëron dy njerëz që janë të demonizuar, edhe interesante, në fakt, sapo kaluam 2 javë duke folur për koston e dishepullizimit, besoj se ju kujtohet apo jo, dy njerëz dalin përpara Jezusit, njëri i thot do të ndjek kudo që të shkosh, e Jezusi thot dhelprat kanë strofkat, zogjtë e qiellit kanë folet, por biri i njeriut nuk ka ku të mbështes kokën. I tha prit, mendo pak. Qëndro dhe mendo, a e kupton se çfarë do të thotë jesh dishepull im? Edhe folëm për këtë gjë, folëm herën tjetër gjithashtu herën që kaloi. Folëm për atë njeriu tjetër, i cili tha më lejo më parë të shkoj të varros atin tim, pastaj do të ndjek, edhe pam se çfarë kuptimi ka një gjë e tillë. Edhe njerëzit duhet të mendojnë se çfarë do të thotë jesh dishepull i Jezu Krishtit. Edhe jaku do të ndodhin 2 mrekulli të jashtëzakonshme. Edhe Jezusi po u tregon dishepujve, atyre që ishin bashkë me të, po u thoshte që ju që dëshironi të paguani koston. Kjo fuqi që ju do të shikoni, do të jetë në dispozicionin tuaj. Ju mund thoni si është e mundur një gjë e tillë. Le të shohim bashkë sot se çfarë ndodh në historinë tonë. Mateu kapitulli 8. Dhe mbasi ai hipi në bark, dishepujt e tij e ndiqnin. Dhe ja që u ngrit në det një stuhi aq e madhe, sa valët po e mbulonin barkën, por ai flinte. Dhe dishepujt e tij u afruan dhe zgjuan duke i thënë, o Zot, na shpëto, po humbasim. Dhe ai u tha atyre, pse keni frikë, o njerëz besim pak? Dhe pasi u ngrit, qortoi errat dhe detin dhe u bë bunacë e madhe. Atëherë njerëzit u mrekulluan dhe thoshin, kush është ky të cilit po i binden deti dhe errat? Dhe kur ai arriti në bregun tjetër, në krajinën e Gergesenasve, i dolën para 2 të demonizuar që kishin dalë nga varret aq të turbuar sa që askush nuk mund të kalonte në atë udhë. Le të lutemi bashkë. Atë faleminderit për këtë mëngjes. Zoti ty të takon lavdia, ti je Zoti i jetës tonë. E dim që ti ke një libër që na ke dhënë, që është fjala jote. Zot, na fol sot, na mëso. Sa nevojë që kemi. Stuhitë e jetës janë të vërteta. Faleminderit Zot për fitoren që kemi në ty. Na mëso sot. Unë të dua dhe lutem në emrin tënd të çmuar, Zoti Jezus. Amen. Jezusi ka pushtet mbi forcat e ferrit, Jezusi ka pushtet absolut mbi forcat e natyrës, le ta them kështu ashtu si kundër njerëzit i quajnë. Por sot në këtë histori do të shohim 2 koncepte shumë të rëndësishme. Që ekziston një konflikt, është një luftë midis mbretërisë perëndis që përfaqësohet nga Zoti ynë Jezu Krisht, edhe mbretërisë të së keqes, do të evidentohet edhe në historinë që do ta shohim sot. Dhe pjesa tjetër është që Jezusi sfidon besimin ton. Besimi vërtet do të sfidohet. Nëse besimi nuk sfidohet, nuk është besimi vërtet. Dakor, dhe për këtë do të flasim sot. Do të shohim këtë histori në vargun 23, shikoni çfarë thuhet, dhe mbasi ai hipi në bark, dishepujt e tij ndiqnin. Dhe ja që u ngrit në det një stuhi aq e madhe, sa valët po e mbulonin barkën, por ai flinte. Jezusi hipi në barkë dhe shikoni na jep një këndvështrim më të plot, edhe Ungjilli Lukës dhe Ungjilli Markut, kur ai hipi në barkë me dishepujt dhe tha të kalojmë në bregun tjetër të liçenit. Le ta mbajmë mend këtë. Përsëri tek Ungjilli Markut është i njëjti pasazh paralel. Ai u tha atyre kalojmë Matan. Pra Jezusi u kishte thënë atyre që ne do të kalojmë në bregun tjetër, do të kalojmë Matan. Hipni dhe do të kalojmë Matan. Edhe deti që është këtu është deti Galiles, quhet ndryshe edhe liçen, domethënë deti i vogël, por liçeni i Gjenezaretit, e gjeni në fjalën e Perëndis, apo edhe deti Galiles, apo jo, kështu e quajmë, i Gjenezaretit, gjithashtu pra mjetet që qarkullonin në këtë liçen ishin mjete peshkimi,
Do të thënë varka peshkimi nuk ishin anije të mëdha, tragete, kroqera, për shembull siç shohim sot, do të thënë ishin varka peshkimi, sigurisht me kiç pjesa e mbrapme e varkës edhe me një pjesë të poshtme ku rrinin njerëzit, po edhe ishte edhe pjesa e sipërme, bashi dhe kiçi aty, do të thënë pjesët e një varke ku peshkatarët rrinin. Do të thënë shumë interesante, por nuk diskutohet, por derisa ishte një varkë peshkimi, atëherë ajo do të ishte shumë vulnerabël ndaj stuhisë, apo jo. Edhe në këtë grup, Jezusi bashkë me dishepujt, Jezusi ishte bashkë me ta edhe kishte një mision. Misioni ishte të shkonin në bregun tjetër. Ju e lexuat këtu në vargjet që ne pam, që misioni ishte në bregun tjetër, ata do të shkonin në një vend totalisht tjetër, me një kulturë shumë ndryshe nga ajo që ishin mësuar dishepujt bashkë me Jezusin në Galile. Jezusi do të shëronte 2 njerëz të demonizuar në atë vendin tjetër andej. Pra, vjen re se çfarë po ndodh, dhe kjo është historia, është një mision frymëror. Edhe Jezusi do të shkojë sepse ka një qëllim, ka një mision të caktuar bashkë me dishepujt. Edhe nuk ishte se e tha për shembull sa është data sot? 12. Sot është 12 tetor. O djema, hajde hipim në varg dhe bëjmë një xhiro ndej në përliqen. Marrim dhe zgarën me vete. Kur të vëmë zgarën, pjekim ca mish dhe gjëra të tilla. Jo. Diçka do të ndodhte. Interesante, diçka do të ndodhte këtu. Edhe ai u tha, do të shkojmë në anën tjetër të liçenit. Tani le të rrim këtë javë me Jezusin në detin e Galiles. Dakor, do të mbrim në breg herën tjetër. Por le të rrim këtu, edhe le të shohim se çfarë ndodh. Në vargun 24, tek pasazhin që po studiojmë thuhet, dhe ja që u ngrit në det një stuhi aq e madhe, sa valët po e mbulonin barkën, por ai flinte. Pra ishte një stuhi e fortë ere. Kjo po ndodhte, ishte vërtet një stuhi shumë e fortë ere. Dallgët ishin shumë të mëdha. Mendoni sa ujë që hynte në varkët e dishepujt bënin ç'është e mundur që të merrnin ujë edhe ta hidhnin jashtë varkës, sepse ishin gati për të mbytur, me thënë drejtën. Kjo ishte situata, pra ishte një çështje shumë serioze. Këtu nuk përmenden për shembull vetëtimat, bubullimat apo breshër apo shi, gjithsesi kuptojmë që ishte një stuhi e pazakontë. Edhe kishin arritur në atë moment sa që mendonin që të gjithë do të vdisnin. Dhe si do t'ja bëjmë tani? Jemi në këtë situatë. Edhe mbani mend gjithashtu, ju lutem, që dishepujt, një pjesë e mirë e dishepujve që ndiqte Krishtin ishin peshkatar profesionistë. Edhe ata kishin gjithë jetën e tyre në këtë det, duke peshkuar. Edhe ata e dinin mirë se çfarë do të thoshte një stuhi, apo se si të mbijetonin në kushtet e vështira të motit, sepse ishin peshkatar profesionistë. Me sa duket, kjo stuhi ishte si asnjë stuhi tjetër që ata mund të kishin ndeshur ndonjëherë. Edhe ata ishin njerëz që kishin përvojë dhe dinin si të mbijetonin. Ndërsa në këtë rast, ata menduan, thanë, ne kemi për të vdekur. Nuk është e mundur që t'ja dalim. Pra, ishte një erë aq e madhe, nuk ishte një fllad i lehtë që të përkëdhel kështu faqet. Ishte një stuhi serioze. Edhe situata e tyre ishte e tillë. Edhe mendojnë, kaq ishte, mbaroi të panikosur, plot frikë, nuk dinë se çfarë të bëjnë. Kjo është situata që ne shohim me dishepujt. Edhe Jezusi, interesant, jo ashtu siç njerëzit do të mendonin, për shembull, ai ishte lider, ai duhet të ishte në ballë të stuhisë. Dakor? Ai ishte në pjesën e mbrapsme të anijes futur, në pjesën e poshtme, edhe thuhet në Bibël po flinte. Interesante. Në fakt, Jezusi 100% perëndi, edhe 100% njeri, kishte kaluar një kohë, edhe po marrim këtë anën njerëzore të Jezusit. Vërtet, kishte pasur një kohë shumë të ngarkuar. Sa njerëz të cilëve ai u shërbeu me fjalën e Zotit gjithashtu, mrekullitë që bëri, fjalët që thoshte, kishte takuar aq njerëz sa mund të takonte fizikisht. Edhe vërtet ishte i lodhur shumë, i raskapitur njerëzisht. Edhe me që do hipnin në barkë dhe u tha atyre që dëgjoj, do të kalojmë nga ana tjetër. Atëherë përfitoi nga rasti që të shkonte dhe të shtrihej pak. Edhe po flinte, thuhet në fjalën e Perëndis.
Tani fillon një stuhi e madhe. Pse e ka shkruar Mateu? Pse e ka vendosur këtu Mateu këtë histori? Çfarë mund të mësojmë prej kësaj historie? Çfarë do Zoti që ne të kuptojmë për Jezusin? A mos ndoshta duhet që ne të mësojmë diçka në lidhje me besimin, edhe më shumë sepse këtu fillon një stuhi e madhe. Unë e ripërsëris, situata është serioze, peshkatarët mendojnë se do të vdesin, të gjithë janë duke menduar, duke thënë ku është Jezusi? A e ke parë Jezusin? Jo, nuk e kishin mendjen aty. Valët e dallgët domethënë ishin aq të fuqishme, edhe po hidhej ujë në varg, sa që thoshin ku është. E ke parë, këtu nuk është, ndoshta është poshtë, hajtë të shikojmë, ja ku është. Edhe dishepujt ju afruan dhe zgjuan duke thënë, o Zot na shpëto se po hubasim. Kjo është situata. Zot nuk e kupton, po vdesim. Pra situata ishte e tillë, edhe këtë na thot historia. Jezusi, mendoni pak, po flinte. Zoti po fle, ne që dim se kush është Jezusi, mendoni pak. Ai po fle. Të gjithë janë absolutisht habitur, edhe kjo na jep qëllimin e gjithçkaje sa do të shohim sot, dhe qëllimi është këtu në vargun 26. Dhe ai u tha atyre, pse keni frikë, o njerëz, besim pak. Pse keni frikë, o njerëz, besim pak. Ky është qëllimi. Ku është besimi juaj? Pse është i mangët besimi juaj? Në fakt në kontekst ne për besimin po flisnim. Ju kujtohet kur Jezusi shëroi shërbëtorin e një centurioni romak apo jo? Edhe ai i tha, dëgjoj, tha, mos hajde në shtëpinë time se nuk jam i denj që të vish në shtëpinë time, po thuaj vetëm një fjalë. Edhe shërbëtori im do të shërohet. Edhe Jezusi vërtet u mahnit aty, edhe tha që dëgjoj, se unë nuk kam parë një besim të tillë në Izrael askund. Një besim të tillë. Edhe kjo është pyetja. Besimi vjen nga dëgjimi, apo jo? A e dëgjojmë fjalën e Perëndis, sepse dëgjimi vjen nga fjala e Perëndis. Edhe sigurisht që kjo është një pyetje që do t'i përgjigjemi sot. Në lidhje me të dëgjuarit gjithashtu të fjalës së Zotit, se mënyra se si dëgjojmë ne tregon se çfarë duhet të bëjmë. Edhe se çfarë bëjmë zakonisht në jetën tonë, po pse ke frikë, o njeri besimtar? Si është besimi yt? Le të flasim tani për disa karakteristika ose qëllime të stuhisë në historinë tonë. Së pari njëherë kuptojmë që stuhit do të vinë. Nuk ka të bëjë me faktin nëse vinë stuhit, por kur do të vinë. Kjo është pyetja, që do të ketë as nuk diskutohet. Edhe sa e vërtetë është që shumë stuhi në jetën tonë vinë papritur, nuk kanë ndonjë paralajmërim. Shpeshherë marrim një telefonat apo dëgjojmë për një aksident, edhe ja ku gjendemi në një stuhi, për shembull. Gjendemi në një provë të vështirë. Duket sikur Jezusi e bëri një gjë të tillë me qëllim për t'u treguar atyre një mësim për besimin. Pse mendojmë ne që Jezusi nuk e dinte se çfarë do të ndodhte në detin e Galiles, ndërkohë që do të ishte në varg me dishepujt e tij? Po duket qartë që Jezusi e ka një qëllim, dhe kjo është fjala që do të lakojmë sot, sepse stuhitë e jetës janë jo në kuptimin e bubullimave, vetëtimave, breshrit, shiut, erës, jo, por për shembull për situata ku ne gjendemi të pasigurt. Ose mund të jetë konfuzion, një moment konfuzioni në jetën tonë, një stuhi. Mund të jetë kaos. Mund të jetë një provë e vështirë në familje. Mund të jetë një vendim i vështirë që duhet marrim në punë dhe jemi në një presion të jashtëzakonshëm, çfarë vendimi duhet marrim. Mund të jetë një sëmundje. Stuhia. Mund të jetë një kërcënim. Mund të jetë një marrëdhënie e prishur, e shkatruar. Stuhit janë të llojeve të ndryshme. Një gjë interesante në lidhje me jetën tonë është që ashtu si kundër e shohim këtu që Jezusi duket sikur i çon vetë në stuhi. Po stuhit do të vinë, kjo është e sigurt. Edhe së dyti stuhit vinë, edhe kur e ndjekim Jezusin. Edhe kur jemi duke bërë plotësisht vullnetin e Perëndis, stuhit vinë. Shikoni këtu, në vargu 23 thuhet, dhe mbasi ai hipi në bark, dishepujt e tij e ndiqnin. Edhe kur ndjek Jezusin, edhe kur je, le të them, duke bërë plotësisht vullnetin e tij, duke ndjekur Jezusin, vinë stuhit. Keni menduar ndonjëherë për këtë gjë? Ja, Jezusi u tha atyre, hajde hym në varg, të shkojmë në anën tjetër, apo jo, ne e pam.
që kështu u tha. Mirë po ja që një stuhi u ndodhi. Tani, interesante sepse këta ishin të përkushtuar, këta thanë do ta ndjekim Jezusin, edhe ja ku hasin një stuhin më të madhe që mund të kenë hasur ndonjëherë në jetën e tyre. Kjo gjë po ndodh. Po më ne ndodh kjo që kur ne përballemi me një stuhi në jetën tonë nga këto që unë përmenda, për shembull, themi, o Zot, po pse më ka ndodhur kjo mua? Mos kam bërë diçka të keqe? I kujt është faji? Pse po më ndodh kjo situatë? Pse gjendem në këtë situatë ku jam? Është faji im, çfarë kam bërë? Mos po le të them po korr pasojat e një mëkati që kam mbjell, pse po ndodh një gjë e tillë? Sigurisht që kur kemi një problem në jetën tonë ai mund të shkaktohet nga mëkati dhe natyra jonë mëkatare, absolutisht po. Mirë po, kur stuhit vijnë, në rastin konkret për dishepujt, ata nuk ishin duke bërë ndonjë gjë që ishte e gabuar, ose që t'ishte diçka për fajin e tyre, apo që të mund të akuzonin dikë tjetër, nuk ishin aty vërdall këtë akuzonin, thjesht po ndishin Jezusin. Ishin në qendër të vullnetit Perëndis, duke ju bindur atij, duke ndjekur Jezusin, edhe ja që ndodhi stuhia. Edhe u gjendën në stuhi. Edhe kur s'kishin bërë asgjë, që t'i shkaktonin dikujt diçka ose ta meritonin. Stuhia ishte aty. Ose u ndodhi, le të them. Edhe nëse ecën plotësisht me Jezu Krishtin. Edhe nëse zemra jote ishte dorëzuar plotësisht atij. Edhe nëse jeta jote është, le të them, një jetë e pastër, kur ti e rrëfen mëkatin tënd rregullisht, edhe kur ecën plotësisht në bindje ndaj fjalës së Zotit, edhe atëherë do të vi stuhia, ti je i sigurt që do të ndodhë. Dishepujt në rastin konkret po bënin pikërisht atë që u tha Jezusi. Edhe ata po e ndiqnin dhe pikërisht atëherë erdhi stuhia. Keni pasur një përvojë të tillë? Jeni përballur me një stuhi frymërore në jetën tuaj, edhe kur keni qenë duke ju bindur plotësisht vullnetit Perëndis? A ka ndodhur kështu? Ku është Jezusi? Çfarë është duke bërë? Pse nuk është këtu me ne ose me mua, le të them se secili flet për vete, që të më ndihmoj. Ne jemi këtu duke hedhur ujin edhe ti po fle, për shembull në rastin konkret në varg. A nuk merakosesh për ne se çfarë po na ndodh? Po vdesim. Edhe shpeshherë stuhit ne japin përshtypjen sikur Zoti nuk merakoset. Nuk do t'ja di për hallin në të cilin ne gjendemi. Apo në situatën e vështirë ku ndodhemi. Edhe të ndohemi të mendojmë se Zotit nuk i interesojmë ne. Ai është i zëmëruar me mua. Ai në të nduar ta mendoni ndonjëherë një gjë të tillë? Ku je Zot? Le të them së pari që stuhit, ashtu si kundër po e shohim këtu, stuhit vinë në këtë pikë që po shohim, edhe kur ne jemi plotësisht duke bërë vullnetin e Zotit. Së treti, le t'i shohim me vëmendje. Po, fjala që u kishte thënë, kalojmë matan. Stuhia na nxit që ne të kërkojmë Jezusin. Tani, t'ju them këtë gjë, askush nuk ishte i merakosur se ku ishte Jezusi derisa erdhi stuhia. Askush se kishte vënë ujë në zjarr, se ku ishte Krishti derisa erdhi stuhia, që ta kërkonin atë. E në fakt, dhe dishepujt ju afruan dhe zgjuan duke i thënë, Zot, na shpëto, po u mbasim. Shumë interesante. Në fakt, e dim që dishepujt shkuan tek personi i duhur për ndihmë, apo jo, kjo është mençuri, të shkosh tek Krishti kur je në hall, është gjë më e mirë që ne mund të bëjmë. Po para se të vinte stuhia, dukej sikur nuk i interesonte se ku ishte Jezusi. Ishin mirë, prynte një flad fillimisht, pastaj filloi një stuhi shumë e fuqishme. Barka po mbytej. Shumë ujë kishte aty. Ku është Jezusi? Ku është? Pse s'është këtu me ne? Ai po fle, nuk mund ta besonin. Si mund të flerë ai në këtë situatë? Si është e mundur? Ata zbritën, e zgjuan, Zot na shpëton, se po vdesim, po u mbasim. Zot, a nuk t'i intereson që ne po mbarojmë? Mirë është ta kesh Jezusin në bord ndërkohë që lundron.
Mirë është ta kesh, kur e përjashton Zotin nga jeta jote, po e përjashton ilaçin për problemet në jetën tënde. Por stuhit vinë, një arsye pse vinë stuhit është që të na çojnë tek ai, që ne të kërkojmë Zotin. Sepse jemi mësuar me jetën tonë të rehatisë, edhe nuk e kuptojmë se sa nevojë kemi ne për Jezusin. Edhe një arsye pse stuhit vinë është që të na nxisin që ne të kërkojmë Jezusin. A kërkojmë ne Jezusin çdo ditë jetës tonë? Jo thjesht kur gjendemi në një moment të vështirë stuhie. Në fakt, në stuhi mësojmë diçka të re për Jezusin. Dishepujt mësuan diçka që nuk e dinin për Jezusin. Ata mësuan që ai që u hapte sy të verbërve, ai që shëronte të çalët, ai që mund të kontrollonte errat dhe valët, gjithashtu ishte Zoti, ishte Jezusi. Atëherë njerëzit u mrekulluan dhe thoshin, kush është ky të cilit po i binden deti dhe errat? Pra ata mësuan dhe një gjë tjetër për Jezusin që nuk e dinin, që ky është në gjendje të kontrollojë dhe forcat e natyrës. Nuk e dinin më përpara një gjë të tillë. Është si thua, wow, çfarë njeriu? Kush mund ta bëjë këtë veç Perëndis? Kush mund ta bëjë këtë? Edhe ai kishte fuqi mbi natyrën. Edhe ndalimi i stuhisë që i menjëhershëm, Jezusi e ndaloi në kohën e dur. Jezusi është gjithmonë i përpikt. Është gjithmonë i përpikt. Stuhit nxjerrin në pa problemet tona. Në fakt, kur ne gjendemi në një stuhi, dalin ca probleme. Mund të jetë krenaria, për shembull, tregon që jemi krenar, ose dikush që është në një sprov tregon veten. Ashtu siç kemi thënë, shkon te pemën, e do ta shikosh se çfarë frutash ka. E njëjta gjë është edhe në stuhi. Stuhit tregojnë mangësinë tonë, problemin që ne kemi. Në rastin konkret, cili ishte problemi që ata kishin? Cili ishte problemi që ata kishin? Ne e lexuam, ishte besimi i tyre. Kishin frikë, dhe fjala frikë është antonimi i besimit në fjalën e Perëndis. Problemi i tyre ishte besimi. Kur Jezusi u zgjuaj, qetësoi stuhin dhe i qortoi ata dhe tha, pse keni frikë? Pse jeni frikacak? Po ta përkthej në mënyrë drejt për drejt. Vallësi nuk keni besim. Nuk i besuan fjalës që Jezusi u kishte thënë, shikoni me vëmendje. Shikoni me vëmendje, kalojmë matan. Nuk thotë që unë do të kaloj matan, por si është folja këtu? Në numrin shumës. Kalojmë matan. Pik. Kjo ishte fjala e Perëndis, fjala e Jezusit. Do të kalojmë matan. Mirë, stuhia ndodhi. A do t'i besosh fjalës time? Pse ke frikë? Atë kam thënë. E ke dëgjuar? Besimi vjen nga dëgjimi dhe dëgjimi vjen nga fjala e Perëndis. Do të kalojmë. Kjo është dobësia e tyre. O njerëz, besim pak, thot Jezusi. O njerëz, besim pak. Do të merremi prapë me çështjen e besimit, pak më vonë do t'i rikthehemi edhe një herë asaj. Po stuhit na kujtojnë gjithashtu që rritja është proces. Dishepujt kishin rrugë të gjatë për të rritur. Ata duhet të maturoheshin, të piqeshin. Edhe në fakt ende nuk po e kuptonin se kush ishte ky njeri, po e quaj unë në të vërtet. Kush është ky, të cilit po i binden errat dhe deti. Edhe ata duhet kalonin stuhi pas stuhie. Me qëra fjala do të kalojnë dhe stuhi tjera, në Bibël janë të regjistruara, ku ata do të kuptonin se kush është në të vërtet, ky që ishte me ta. Ju më thoni, po mirë, ata e dinin, i thoshin Zot, ashtu është, por vinë re, megjithse mund ta kishin dëgjuar zërin audio të Jezusit, megjithse mund ta kishin prekur, siç thuhet e letrës parë e Gjonit, kapitulli i parë, siç vuri Gjoni kokën për shkak të krahërori i Jezusit. Duhet kalonte kohë që ata të kuptonin me kë kishin të bënin. Realisht. Duhet kalonin stuhi pas stuhie. Edhe të ndjekësh Jezusin është një proces. Është një proces. Çdo ditë ne përballemi me situata të ndryshme. Çfarë do të bëjmë? Do t'i besojmë Zotit dhe dim që ai është ai që thotë që është?
A do të mësojmë diçka të re për Jezusin? Nga sprova që kalojmë, nga vështirësia ku gjendemi, që vetëm Zoti mund ta bëjë? A mund të mësojmë ne diçka të re? Kjo është bukuria e të ndjekurit të Jezusit, që nuk ndalemi kurrë së rriturit, së maturuarit në këtë sens. Nuk ndalemi kurrë së mësuari, është një proces. Edhe Jezusi nuk është i shqetësuar për shpejtësinë, se sa shpejt rriten ata, megjithëse është një patjetër diçka shumë e rëndësishme, por është i shqetësuar për drejtimin që ata kanë marrë. Nëse merr drejtimin e duhur, është e sigurt që do të shkosh në destinacion aty ku Zoti t'i pëlqen. Sfidat, devijimet për shkak të fortunave dhe sfidave do të jenë aty, do të tundohemi, do të kemi kundërshtar në këtë botë, por a kemi busullën në vendin e duhur. Kjo është çështja. A jemi të kushtuar ndaj Krishtit? A jemi vërtet ndjekës të tij? E dim se çfarë do thotë, e kuptojmë një gjë të tillë, ja 2 javët që kaluan ne folëm për këtë gjë. Lavdi Zotit për ata që do të pagëzohen të mërkurë. Me qëra fjalë do të kemi pagëzim, e dini, sa bekim. Ata do të dëshmojnë që jeta e tyre u përket Krishtit. Ja se çfarë ka ndodhur me jetën e tyre, edhe ata do të dëshmojnë publikisht që kanë besuar jetën e tyre Krishtit. Ti je ndjekës i Jezusit, është një vendim, një herë për gjithmonë. Edhe ky është një bekim i madh. Po tani le t'ju them 2 gjëra shumë të rëndësishme që karakterizojnë jetën e një dishepulli të vërtet të Krishtit. Ne kemi nevojë për 2 gjëra si dishepujt të Krishtit. Kemi nevojë për marrëdhënie dhe për strukturë. Janë këto 2 gjëra kaq të rëndësishme, le të mos i harrojmë. Edhe nuk mund të themi që njëra është më e rëndësishme se tjetra. Janë të dyja të rëndësishme. Edhe ne kemi nevojë për strukturë dhe për marrëdhënie. Tani është gjë e bukur që ne të përfshihemi në familjen e Perëndisë. Ne jemi gurt i gjallë, thot Pietri, ndërtohemi për të qenë një shtëpi frymërore për Zotin. E dini ju që kur ne bashkohemi së bashku, qoftë në kishë të dielën apo ditë të tjera të javës, apo qoftë me një grup shërbimi, ka njerëz aty që shikojnë disa gjëra në jetën tonë që ne nuk i shikojmë siç duhet. Prandaj kemi nevojë për marrëdhënie. Mos mendo, vlla, motër e dashur, që i di të gjitha edhe për veten tënde. Ke nevojë të mësosh. Edhe ne kemi nevojë të përfshihemi. Kemi nevojë për marrëdhënie që të kemi në familjen e Perëndisë si gjymtyr. Gjymtyrët janë bashkë. Ndihmojmë njëri tjetrin, shikojmë hallin që kalojmë të njëri tjetrit, edhe cila është dhimbja, cili është problemi që kemi. Kemi nevojë për marrëdhënie, por kemi nevojë për strukturë gjithashtu. Ne kemi nevojë të kemi një rregull në jetën tonë, dhe fjala e Zotit na jep atë strukturë. Kisha lokale na jep atë strukturë. Kemi nevojë të mësohemi, të ushqehemi, për shembull fillojmë me 18 mësimet e dishepullizimit, një njerëz që sapo shpëtohet ose pagëzohet edhe fillon edhe përfshihet në sistemin e dishepullizimit. Kemi një sistem që e kemi zhvilluar në kishën tonë. Edhe vërtet ai kurs prej 18 mësimesh janë ato mësimet bazë se çfarë do të thotë jesh një dishepull i Jezu Krishtit. Edhe fillon të lidhesh më shumë me Zotin, edhe me të tjerët njëkohësisht. Pra ke strukturën, fillon po ndërton strukturën e jetës tënde përmes fjalës Perëndisë, po mëson, edhe nga ana tjetër përfshihesh me të tjerët. Ke nevojë për strukturë dhe për marrëdhënie, nuk diskutohet, janë 2 gjëra të pandashme në jetën e një besimtari në kishën lokale. Edhe ne duhet të përfshihemi. Një tjetër mësim i bukur në lidhje me këtë histori është që stuhit nxjerrin në pah luftën frymërore. Tani ekziston një tension dinamik, mund të them, nuk është në një fjalë e madhe kjo që po them, po midis mbretërisë Perëndisë dhe mbretërisë së së keqes. Midis fuqisë së Perëndisë dhe forcave të ferrit, forcave demoniake. Tani, ju lutem, le ta shohim në kontekst këtë histori ashtu sikundër jemi duke studiuar, sepse edhe mjaft studiues të Biblës duke studiuar këtë pasazh të shkrimit, gjejnë që ka disa arsye këtu që na bëjnë ne të mendojmë që kjo stuhi nuk ishte thjesht e zakonshme. A mos ndoshta kjo stuhi ishte
disi e mbi natyrshme? Lutem, më dëgjoj me vëmendje. A mos ndoshta kjo stuhi ishte e një niveli pak më lartë, se sa themi ndonjëherë që ja ndodhi një stuhi, ose u gjenda në një stuhi. Mos harroni që kjo stuhi kishte dy elementë të rëndësishëm për t'i vënë në pak këtu. Së pari unë e përmenda njëherë që ishte një stuhi si e pazakontë. Këta që ishin burrat të detit, të liçenit, nuk e kishin hasur ndonjëherë në jetën e tyre një stuhi të tillë. Ishte jashtëzakonshme. Dhe e dyta, vinere me vëmendje, Jezusi u soll me këtë stuhi, ja unë do ta jap vargun pastaj. U soll me këtë stuhi, sikur po merrej me forcat demoniake që pushtojnë një njeri. Dhe ai u tha atyre, pse keni frikë, o njerëz besim pak? Dhe pasi u ngrit, vinere me vëmendje. Qortoi, thotë. Qortoi erërat dhe detin. Dhe u bë bunac e madhe. Fjala bunac është qetësi e plot. Ai qortoi erërat dhe detin. Pra, Jezusi u soll me këtë stuhi duke përdorur një term specifik, sikur Mateu e përmend të term specifik, sikur Jezusi të qortonte frymrat demoniake që zotrojnë njerëz caktuar, sikundër ne do të shohim në fjalën e Perëndis. Shpeshherë gjen Jezusin në Bibël duke qortuar demon, duke nxjerr nga njerëzit. Po është fjala qortim. Edhe Jezusi po sillet me këtë stuhi, duke bërë të njëjtën gjë, sikundër sillet me një njeri të pushtuar nga një frymë ndyrë. A nuk është interesante kjo gjë? A na bën ne të mendojmë që Jezusi ishte nisur me një mision për të shkuar në anën tjetër të detit, të Galiles, të liçenit të Galiles, edhe ishte një forcë kundërshtuese që ta pengonte Jezusin, që ta arrinte të përmbushte misionin e tij në atë vend ku do të shkonte. E menduar ndonjëherë për këtë gjë? Jezusi qortoi errat edhe detin. A nuk është e habitshme një gjë e tillë, sepse njerëzit për shembull, ja le ta them kështu. Ka njerëz, nuk e di sa për ju keni sfond filozofik, ju ka pëlqyer të lexoni filozofi, po një nga gjërat që në filozofi përshkruhet mirë është edhe dualizmi klasik grek. Për shembull, po ta studioni dualizmin klasik grek, bën fjalë për një filozofët thonë për shembull që ekziston një konflikt i përjetshëm midis të mirës dhe së keqes. Në fakt, ajo që ndodh në këndvështrimin biblik është ndryshe nga ajo çka filozofët e paraqesin. Sepse Zoti është krijuesi. Edhe ai kur krijoi gjithçka tha, çdo gjë është mirë, gjithçka është mirë. Ishte mirë. Shumë mirë ishte. Pastaj hyn mëkati përmes njerëzit. Edhe shohim që diçka ndodh. Diçka ndodh edhe me krijimin. Apostulli Paul për shembull na thotë Romakët 8 që mbar krijesa rënkon, duke pritur shfaqjen e bijve të Perëndis. Kur Jezusi do të vi për herë të dytë, ai do të çlirojë gjithashtu edhe natyrën nga mallkimi i mëkatit. Këtë gjë e bëri kur vdiq në kryq, kur ju vu në kokë edhe kurora e gjëmbave që ilustron pikërisht edhe këtë mallkim mbi krijimin, që Jezusi e mori në drurin e kryqit, mbi kokën e tij. Po kur Jezusi të vi, do të jetë ndryshe. Do të jetë ndryshe. Gjithçka që u shkatrua përmes hyrjes së mëkatit në botë, Jezusi do ta restaurojë. Jeni të sigurt. Edhe sa herë ne flasim për krijimin, për shembull, apo botën që na rrethon, ne nuk mendojmë në lidhje me krijimin, mendojmë vetëm për botën tonë, sikur jemi vetëm ne dhe problemet tona, sikur bota dhe krijimi rrotullohet rreth nesh. Jo, vëllezër, motra, nuk është kështu. E dini, kur mëkati hyri në botë, janë të paktën 4 marrëdhënie që u cënuan, që u prishën. Së pari është marrëdhënia e njeriut me Perëndin. Kur mëkati hyri, kjo marrëdhënie u prish.
u cënua. Së dyti është marrëdhënia midis vetë njerëzve me njëri tjetrin. Nuk është e përsosur, e vëmre. Marrëdhënia midis njerëzve. Po një tjetër marrëdhënie që u prish është marrëdhënia me veten tonë. Ndër personale do ta quaj unë. Ai sa shpesh arrim deri aty sa që nuk kuptojmë dhe veten tonë. Ndonjëherë për shkak të mëkatit që kemi. Dhe marrëdhënia e fundit që u prish, edhe nuk dua që ta lëm më njang këtë sepse është shumë e rëndësishme, është marrëdhënia midis njeriu dhe krijimit gjithashtu. Prandaj kur Jezusi të vi, kur krijimi pret shfaqjen e bijve të Perëndis, lavdia e Krishtit në mbretërinë e tij do të rregullojë gjithçka. Edhe ne mezi presim që të vijë ajo ditë në fakt. Po çfarë po ndodh në këtë stuhi, në tekstin tonë? Nuk ishte thjesht një stuhi sikurse stuhit ndodhin ndonjëherë. Jezusi ishte në një mision, një forcë kundërshtuese në këtë mision për ta penguar Jezusin që të shkonte në misionin e tij. Ju bëra pyetje që parë, keni menduar ndonjëherë këtë gjë? Sepse sa herë që ka diçka, për shembull një tërmet ose përmbytje, ose një tajfun, siç është në anën lindore të botës, nuk u thon uragan, po u thon tajfun, apo uragan dhe tornado në pjesën perëndimore të botës, kur ndodh diçka e tillë, dëgjojmë njerëzit që thonë, ku ishte Zoti, pse e bëri Zoti këtë? Unë kam një pyetje që nuk para e dëgjoj shpesh. Po a jeni të sigurt që e bëri Zoti këtë? A jeni të sigurt? A mos ndoshta e kanë bërë forcat e skeqes? Ndoshta. E po dikush thotë, unë nuk besoj që mund ta bëjnë forcat e skeqes. Ka të tjerë që thonë, unë nuk besoj fare në Zot. Atëherë s'ke për të marrë përgjigje në jetën tënde. Nuk do kesh shumë përgjigje. Po sikur të mos ishte Zoti. Po sikur të jetë efekti i mëkatit. Po sikur. Ju mund thoni, e mirë, po Zoti është ai që lejon gjithçka, ashtu është. Ja, prandaj nuk e përfunduam fjalën. Zoti është ai që kontrollon dhe lejon gjithçka. A mos ndoshta Zoti ka një plan pas gjithçkaje që ndodh në realitetin ku ne jetojmë? Në fakt kështu ka ndodhur gjatë historisë. Zoti ka arsyet e tij edhe planin e tij në lidhje me gjërat që ndodhin në botë. Shpeshherë njeriu korra atë që mbjell. Po nga ana tjetër, jo vetëm që njeriu vuan për shkak të mëkatit edhe problemeve që ai ka, sepse ai vetë ndërton stuhit, ndodhin për fajt të tij. Po ndonjëherë stuhit ndodhin edhe për shkak sepse i ligut do të sulmojë. E harron këtë gjë, le të mos e harrojmë. Forcat demoniake janë në veprim sot. Edhe duan që të pengojnë punën e Zotit në mesin tonë. A mund të kontrolloj Zoti natyrën? Absolutisht. Absolutisht. A e tregon këtu historia jonë? Po, Jezusi po fle. Dhe nuk bën asgjë. Po e bëjnë në thonjza. Nuk bën asgjë për të kontrolluar natyrën, derisa dishepujt të luten. Interesante. Në fundit, le të mendojmë pak për realitetin e këtyre forcave. Ta dini që efektet e mëkatit janë shumë të fuqishme në botën që ne jetojmë sot. Edhe ne shpeshherë i nxjerrim nga korniza e vëmendjes gjërat të tilla. Forcat e skeqes, fuqia e të ligut është shumë e madhe në botë. Është shumë e madhe. Është më tepër se sa ne mendojmë ose imagjinojmë. Të lutem më dëgjoni, nuk po glorifikoj asgjë këtu. Thjesht po them një realitet, është shumë e madhe. Fuqia e të ligut. Mos harroni që fuqia e Perëndis ton është edhe më e madhe. Amen. Le të mos harrojmë gjë të tillë. Shpeshherë ne humbasim në rutinën tonë dhe harrojmë që ne jetojmë në një realitet ku ekziston një konflikt, një luftë frymërore midis
fuqisë Perëndis, edhe fuqisë së të keqes. Le të mos harrojmë një gjë të tillë. Prandaj kemi nevojë për Jezusin në stuhi. Amen? Kemi nevojë për Jezusin në stuhi. Shumë e rëndësishme. Jo vetëm kaq, por le të rikthehemi edhe një herë në ngjarjen tonë, prandaj dua shumë shkurt edhe një herë këtu stuhit na sprovojnë besimin. Stuhit na sprovojnë besimin. Ne përmendëm shpesh atë sot që vargun që thotë sepse besimi vjen nga dëgjimi dhe dëgjimi vjen nga fjala e Perëndis. E Jezusi u kishte thënë atyre që di si është puna, ne do të kalojmë në anën tjetër. Ata i kishin parë Jezusin në provat që kishin pasur më përpara, patjetër, por nuk ishin sprovuar mjaftueshëm. Sepse këtë provë në cilën ata u gjendën, këtë provë nuk e kaluan me sukses. Madje dështuan në këtë provë. Kjo tregoi që ata kishin ende për të mësuar. E duhet kalonin stuhi pas stuhie në jetën e tyre. Tani predikimi ka arritur në një kohë ku themi, ore ky Zoti që ka i tmerrshëm në momentet e caktuara. Prit, s'kemi shkuar në fund. Dhe një pikë kemi. Por shumë e rëndësishme ajo çfarë do të shohim deri në fund. Dishepujt u testuan, nuk u përgjigjen mirë. Dhe Jezusi i quan ata besim pak. I quan ata besim pak. Si është besimi juaj? A keni besim? Besimi vjen nga dëgjimi, dakord? Dëgjimi nga fjala e Perëndis. Le të shkojmë në varg atëherë. I hipën në varg. Jezusi tha, po shkoj të qetësohem. Një stuhi e madhe filloi. Shumë e madhe. Shepujt ishin në panik. Çfarë do të bëjmë? Shkuan e tundën Jezusin. O Zot, po u mbasim. Na shpëto. Djema, dakor, i pushojmë erat, detin, mos keni merak. Çështja është besimi juaj. Erat dhe detin, pa problem fare. Besim pak. A dëgjuat çfarë ju thash? Kalojmë matan. Besim pak. A dëgjuat? E dëgjove çfarë thash? A e dëgjove? E dëgjove apo jo? Çfarë thash? Besim pak. A e dëgjove deri në fund? Atë që thash? Deri në fund, a e dëgjove? Besim pak. Sa mirë do t'ishte. Në qoftë se do të mësonim të dëgjonim zërin e Zotit. Çdo ditë jetës tonë. Nuk mund të reagojmë siç duhet, në qoftë se nuk dëgjojmë siç duhet. Unë këtë shprehje thash në fillim dhe ajo nuk kishte kuptim, tani ka kuptim. Nuk mund të bëjmë atë gjë që duhet, në qoftë se nuk dëgjojmë siç duhet. Besim pak. Nuk e dëgjove, ha? Apo e dëgjove? Dëgjove deri në fund. Shpeshherë ne citojmë Biblën. A e dëgjuam në kontekst atë që citojmë? Apo e shkëpusim jashtë kontekstit?
Shumë gjëra kanë internet tani, flitet për ardhjen e Zotit, caktojnë data njerëzit. E s'ka problem. Shumë njerëz tonë po nuk caktojmë data, ne jemi rojtar, ne ruajmë këto data të caktuara që njerëzit shikojnë për ardhjen e Krishtit, për marrjen e kishës. Unë kam një pyetje që del nga fjala e Perëndis. Nëse Zoti e thotë që sa për ato orë dhe atë ditë askush nuk e di, a e dëgjove deri në fund? Këtë që thash? Edhe nuk u doli një herë, nuk u doli 2 herë, nuk u doli 10 herë, nuk u ka dalë 100 herë, njerëzve të ndryshëm gjatë gjithë historisë, që Jezusi do të vi sot, do të vi nesër, do të vi pas nesër. Jo, a e dëgjove? Si e dëgjove? E dëgjove mirë. A dëgjove deri në fund, në kontekst. Po thonë, po Mateu 24 që thotë sa për ato orë dhe atë ditë është ardhja e dytë, nuk i referohet marrjes kishës. Se ka dhe student të Biblës kështu. Dakord. Kështu është. Po gjithashtu në dhjatën e re, Jezusi thot vetëm një gjë, jeni gati. Jeni gati. Fokusoni tek mbretëria e Perëndis, që unë t'ju gjej gati, nuk do ta dini orën. Ditën, stinët, po. Stinët mund t'i kuptoni. Po sa për orën dhe ditën, e dëgjove? A dëgjojmë deri në fund. Bibla është shumë e bukur. Shumë e bukur, po a e dëgjojmë? A e dëgjojmë fjalën e Perëndis? A e dëgjojmë siç duhet? Prandaj Jezusi sapo kishte thënë le të shkojmë në anën tjetër. Kjo ishte arsyeja pse ai shkoi pastaj të flinte. Apo jo. Kaq. Si është besimi ynë? Do të testohet, ka nivele të ndryshme të besimit. Thuhet në fjalën e Perëndisë Romakët 12. Besimi ynë do të testohet. Një besim i vërtet do të vihet në provë. Do të vihet në provë. Si është besimi ynë? A jemi të kënaqur thjesht të shfaqemi në kishë dhe të mendojmë që kjo është e gjitha që na duhet? Jo. Dëgjimi ynë ka nevojë të përmirësohet së pari. A kalojmë kohë me Biblën, me fjalën e Zotit çdo ditë? A e lexojmë atë? Patjetër, kemi nevojë për marrëdhënie, kemi nevojë për strukturë, nuk diskutohet në familjen e Perëndis. Zoti prandaj ka lënë kishën lokale, nuk është ideja e askujt. Kisha lokale është ideja e Zotit. E gjejmë në Bibël. Edhe ne kemi nevojë që të mblidhemi së bashku, të ushqehemi së bashku, të shërbejmë së bashku, të punojmë së bashku, të ndihmojmë njëri tjetrin, të shërbejmë njëri tjetrin, të lutemi për njëri tjetrin. Të jemi një dritë për ungjillin në botë. Të bëjmë dishepuj të Jezu Krishtit, që shërbejnë si anëtar të përgjegjshëm të kishës lokale dhe që marrin pjesë në misionin e Perëndisë për botën. Sigurisht. Zgjidhja është shërbej, edhe ta mbyllim me këtë, se kjo është e bukur nga pasazhi që po shohim aty. Stuit na çojnë aty ku duhet jemi. Jezusi na thot le të shkojmë së bashku, kam një destinacion, kam një qëllim. Edhe ne e pam që Jezusi do të shkonte në anën tjetër të bregut, apo jo. Edhe aty duhet shëroheshin 2 njerëz, të cilët ishin në prangat e fuqive demoniake. Sinqerisht, do ta shohim herën tjetër, është një ngjarje shumë prekse. Por Jezusi shkon. Edhe Zoti do të përdorë stuhin në një kohë të papritur, në një mënyrë të papritur, për të na çuar në varg jashtë kursit ton, që ne mendojmë na u prishëm planet, jashtë kursit ton, për të shkuar, për të takuar dikë që askush tjetër nuk do të donte ta takonte. Këta 2 njerëz që ishin aty, nga këta 2 njerëz që kishin frikë të afroheshin atyre, se ishin të tmerrshëm, ishin të dhunshëm. I lidhin me zinxhir dhe zinxhiret i shkëpusnin, thuhet në fjalën e Perëndisë. Edhe shpeshherë çfarë bën Jezusi? Na e fut në një stuhi aty në varg, që ne na humbet drejtimi i planeve tona, i dëshirave tona, edhe Jezusi na drejton edhe na çon aty ku duhet jemi.
O Zot, po ne po humbasim. Zoti thot, kam një mision. Zot, po mbytemi. Zoti thot, kam një mision. Kam një mision. Le të shkojmë së bashku. Zoti ka qëllim në stuhi, edhe ai do të siguroj gjithçka që na duhet. Me hir, po ne kemi një mision. Nuk dua të shkoj shumë larg, por është e rëndësishme ta them. Ju kujtohet tek Veprat e Apostullit kapitulli 27, apostulli Paul do të çojë në Rom, i ishte apeluar Cezarit, edhe ishte në një anije bashkë me 200 e ca njerëz aty që duhet shkonin, edhe filloi një stuhi e madhe që quhej Euroklidon, thuhet në fjalën e Perëndis, ishte një stuhi shumë e fortë. Edhe të gjithë u mpakën. Forcat e tyre u kputën. Nuk kishin fuqi. Zoti ju shfaq Palit edhe i tha, asnjër prej atyre që janë në bord nuk do të humbas. Edhe Pali tha, ja, kam një fjalë nga Perëndia për ju. Edhe ashtu është, në fakt të gjithë shpëtuan. Po e dini ku ndaluan? Në çfarë vendi ndaluan? Kush e mban mend? Ku ndaloi Pali? Ania. Në Malt. E dini çfarë? Nuk ishte planifikuar që Ania të ndalonte. Ç'Ania xhanum, ajo u bë nuk quaj më Ania. Po ndaloi ose ata zbarkuan, po them nëse do ta përdor kështu fjalën në Malt. Dini çfarë ndodhi në Malt? I pari i barbarëve, Publius. Ai gjeti Palin, e mori edhe me që ishin ashtu të shkretët të lagur edhe të uritur, tha të kujdesemi pak për këta njerëz. Edhe Pali mblodhi ca shkarpa dhe një në përk, apo jo, gjarpër, ju ngjita dora. Edhe Publius, që ishin njerëz pagan, tha, ky njeri është vrasës, tha për Palin. Ky do të vdes. Pali, ashtu sikur nuk kishte ndodhur gjë, e mori atë edhe e hodhi në zjarr, apo jo. Kështu lexojmë? Edhe Publius u maknit. Ai ishte i smur në fakt. Edhe u tha atyre, po ky njeri është i veçantë. Ata ishin i dhujtarë dhe tha, ky, a mos duhet adhuruar ky njeri? Dhe ç'është ky? Edhe Pali shëroi këtë njeri Publius. Edhe këta sollën gjëra të tjera që ndoshta Pali mund të përdorte për të shëruar njerëz të tjerë në ishull. Pali tha, dëgjoj, se nuk kam nevojë për këto gjëra, tha. Unë njoh atë që është doktori hyjnor. Edhe ai mund të shëroj. Edhe Publius u shpëtua dhe shumë të tjerë në atë ishull. Për shkak të asaj stuhie. Edhe Pali shkoi në Rom dhe tha, unë bëju të falja, kur shkroi një letër, tha, bëju të falja atyre shtëpisë të Cezarit, tha, pse? Sepse kishte shkuar në Rom dhe kishte dëshmuar ungjillin dhe shumë prej njerëzve aty ishin shpëtuar, i kishin besuar Krisht nga shtëpia e Cezarit, perandorit. Sepse Zoti përdori stuhi që ta çonte në vendin e dur. Aty ku Zoti donte. O Zot, po ne po mbytemi, ti nuk e ke ide se çfarë po kalojmë. A do t'ja dish për mua apo jo? A mirakosesh për mua ti Zot apo jo? Për mua. Kështu jemi. Dhe Zoti e çoi aty. Zoti ka një qëllim hyjnor. Që ne të shërbejmë të tjerëve. Sa e bukur është fjala e Zotit tek letra 2 të Korintasve, kapitulli i parë, nuk e kam këtu vargun, por thotë, shiko, thot Pali, Zoti na ngushëlloi, thot që me atë ngushëllim që ne kemi marrë të ngushëllojmë dhe të tjerë, që gjenden në të njëjtën sfidë ose provë, pak a shumë, po i bën një perifrazim. E dini ju që shpeshherë kur ne kalojmë një stuhi, ne e kalojmë dhe për të tjerët gjithashtu. Kur një tjetër gjendet në një moment të vështirë, ti prekesh nga dëmshuria. I thua, kam qenë aty ku je ti tani. Kam pasur dhimbje, e kam pasur atë grip, e kam pasur atë sëmundje, kam qenë në atë spital, kam pasur kancer, kam pasur probleme financiare, më lejo të të ndihmoj, ashtu si Zoti më ndihmoi mua. Ashtu si Zoti më ndihmoi mua. A mund të të ndihmoj unë ty? Se si ti besosh ati në këtë sfidë, në këtë provë të rëndë, të vështirë që ti po kalon. Si që më ndihmoj mua Zoti, si që më ngushëlloj ai mua.
Mendoni pak, nuk thuhet gjë në fjalën e Perëndisë, thjesht unë po e marr për inercitë të predikimit, po mendoni pak sikur këta të dy demonizuarit pas shërimit të tyre. Ti thoshin Pjetrit, Pjetër, shumë faleminderit që erdhët bashkë me Jezusin këtu. Kaluat gjitha të stuhit madhe, si a dolët, për të ardhur këtu tek ne, që ne të shëroheshim. Edhe mendo pak Pjetër. Po s'ka gjë, ne... Jo, sigurisht nuk ishte kjo, është thjesht për të thënë që... di si është puna? Të gjesh siguri, të gjesh shpresë në stuhinë e dikujt. Kjo është mahnica. Të gjesh shpresë në stuhinë e dikujt. Është mahnica. Mendojmë ne që Jezusi nuk e dinte që do të fillonte ajo stuhi aty? Jezusi e dinte që ajo do të ndodhte. Pyetja është, a e vlerësojmë ne stuhin? Tani do thoni çfarë po thua, çfarë po nxjerr nga goja. A e vlerësojmë ne stuhin? A e vlerësojmë ne stuhin? Zoti mund t'i kishte shëruar ata të dy, që ne do të shohim herën tjetër në distancë. A mund ta bënte Zoti? Tjeni të sigurt. Tjeni të sigurt. Pyetja është, a e vlerësojmë ne stuhin? Mos ndoshta stuhia na bën që ne të mësojmë diçka për Jezusin, na nxit ta kërkojmë atë. Të kuptojmë që stuhia nuk është gjithmonë për veten tonë. Stuhit nxjerrin në pa problemet tona. Mos ndoshta unë duhet të rritem. Ndoshta njerëz tjerë duhet të shohin. Nuk është këtu një histori, po barka të tjera ishin aty rreth e rrotull, varkës ku ishte Jezusi me dishepujt, dhe ka të tjerë që shikojnë se si reagon ti në stuhi. A mos ndoshta? Kemi një Zot të mbinatyrshëm që mund të kontrollojë natyrën. Amen? A jemi gati të shkojmë? A kemi frikë? Le të lexojmë pasazhin e fundit për sot, do të mbarojmë. Ata që zbresin në det me anije dhe që bëjnë tregti mbi ujërat e mëdha, shohin veprat e Zotit dhe mrekullitë e Tij në humnerat e detit. Sepse ai urdhron dhe shkakton një erë furtune, që i ngre përpjet valet e detit. Ky është rasti kur Zoti i shkakton. Edhe ai lejon që të vinë, por ka dhe raste që Zoti të fut në stuhi. Ata ngjiten deri në qell dhe bien në humnera. Shpirti i tyre ligështohet nga ankthi. Atyre u merren këmbët dhe lëkunden si të deur, dhe nuk din më ç'të bëjnë. Duket sikur është historia që ne po shohim sot. Por në fatkeqësitë e tyre i këllthasin Zotit dhe ai i shpëton nga ankthet e tyre. Ai e fashit furtunën në një murmurim dhe valet e saj pushojnë. Kur ato qetësohen, ata gëzohen dhe ai i çon në portin e dëshiruar prej tyre. Zoti i përdor stuhit për të na çuar aty ku duhet jemi. Them dhe diçka tjetër me dy fjali për ju që jeni student Biblës. Stuhit e këtij detit toksor që ne kemi këtu, oqeanit ose oqeaneve që kemi këtu, mendoni që janë shumë të trazuara? Janë ca ujëra aty lart, përpara fronit Perëndis. Që janë shumë të trazuara. Në qiellin e dytë ku është edhe banesa e Satanit, Leviathanit, që lëviz jo në ujërat e oqeanit paqësor, por në ato ujërat aty, diku lart, deri tek froni i Perëndis. Jezusi thot, ne duhet kalojmë në bregun tjetër. Ta kalojmë atë liqen, atë det. Nuk mund ta kalojmë dot pa Jezusin. Nuk mund ta kalojmë dot pa Jezusin. Ai është
udha, e vërteta dhe jeta. Askush nuk shkon tek Ati verse nëpërmjet Atij. Është shumë bekim të ndjekësh Krishtin. Le të ulim kokën gjithë. Fjala e Zotit qetëson stuhit. Ashtu, ishim të vdekur në fajin në mëkate. Edhe Zoti na shpëtoi. Po të rrëfejmë me gojën tonë Zotin Jezu dhe të besojmë në zemrën tonë që Perëndia e ngjalli prej së vdekurish. Do të shpëtohemi. Ishim të vdekur, Zoti na dha jetë. Amen. Jemi në stuhi. Është Jezusi me ne në bord apo jo? A e kërkojmë atë? A i besojmë atij? A i me besim pak? I besojmë fjalës ti, premtimeve ti? A i beson Zotit? Çfarë të ka treguar ai së fundi? Çfarë premtimit ka dhënë? A i beson atij? A i beson fjalës? A i ke dëgjuar deri në fund premtimin e Zotit, fjalën e tij? A mund t'i besosh atij? Jetën tënde, problemin tënd, provën tënde, vështirësinë që po gjendesh, stuhin tënde, a mund t'ja besosh atij? Thuaj Zot, vetëm tek ti ka fitore. Ti do që unë të besoj tek ti. Të mos jem besim pak. Por të dëgjoj atë që ti thua. Dhe ta besoj me gjithë zemër. A mund t'i thuar Zotit? Cila është sprova që ti po kalon sot? Çfarë po nxjerr në pas stuhia në cilën ti gjendesh? Çfarë po nxjerr në pa? Cila është dobësia jote, nëse është një dobësi e caktuar që ka një emër? A mund ta citosh me gojë, mund ta thuar cila është ajo dobësi? A mund t'i besosh Zotit në stuhin tënde? Dhe le të lejojmë Zotin që të na përdor, që me atë ngushëllim që ai na ngushëllon, të mund të ngushëllojmë të tjerët. Të mund të tregojmë të tjerëve për shpresën, për jetën, për dritën, për fitoren, për fuqinë e Krishtit, për fuqinë e Perëndisë që është më e madhe se çdo fuqi djallëzore në këtë botë. Edhe stuhit do të na çojnë aty ku Zoti do. Në destinacionin e duhur, në atë që ne do na pëlqej shumë. Nëse Zoti ka folur sot, e ke diçka për t'i thënë atij, thuaj të lutem, thuaj, Zot, unë kam nevojë për këtë gjë në stuhin ku gjendem. Po atë faleminderit për të vërtetën tënde, faleminderit Zot për faktin që ti je sovran, që ti ke fuqi mbi forcat e natyrës, mbi forcat e ferrit, Zot. Faleminderit që ti ke gjithë autoritetin, gjithë pushtetin. Faleminderit Zot që ti je Zot mbi zotër, mbret mbi mbretër. Zot, faleminderit që na dhe mundësi të njihnim ty, Zot, dhe duam të njohim edhe më shumë. Edhe më shumë, Zot, çdo ditë jetës tonë. Të kuptojmë se kush je ti në të vërtetë, o Zot, praktikisht, duke përjetuar plotësisht prezencën tënde. E dim, Zot, se cili për nesh ka stuhin e ti edhe. Njerëzit nuk na kuptojnë në stuhin tonë, sepse nuk është stuhia e tyre. Por, Zot, faleminderit që ti je në vark bashkë me ne. O Zot, na ndihmon në momentet caktuara kur ne gjendemi ligsht dhe kemi nevojë për ndërhyrjen tënde. Na jep fuqi, Zot, na ndihmo të hedhim hapjen e dur, të besojmë ty. Zot, ti je i denj, të marrësh gjithë lavdin. Ajo që ti kërkon prej nesh, Zot, është besim, të besojmë ty në fortunat më të egra të jetës, në vështirësitë më të mëdha të jetës, në sprovat më të vështira që mund të jenë ndonjëherë.
sepse ti je i denjë, o Zot, të të besojmë ty. Faleminderit për këtë kohë sot. Na mësoj që të jetojmë për ty, të kalojmë këto sfida të jetës, se të jemi dëgjues të vërtet të fjalës tënde deri në fund. Në emrin tënd, Zot Jezus, lutem.